Përshëndetje! Në videon e sotme do të flasim çfarë do të thotë ngjyra e syve për personalitetin e njeriut. Sytë janë pasqyra e shpirtit. Shikimi në sytë e dikujt mund t'ju tregojë shumë për sjelljen e tij. Ata arrin të tregojnë se kur një person gënjen, flerton, ndihet i turpëruar, është i mërzitur, i shqetësuar ose i trishtuar. Kjo sjellje e syve tregon gjendjen tonë emocionale, por ngjyrat e syve janë kodi i personalitetit tonë. Njerëzit me sy të zinj janë të ndërgjegjshëm, të besueshëm dhe misterios. Njerëzit me sy të zinj janë gjithashtu të rezervuar, janë të mirë në ruajtjen e sekreteve. Njerëzit e tjerë, njerëzit me sy të zinj i konsiderojnë shumë besnik. Shumica e njerëzve në botë i kanë sytë kafe. Ata janë shumë pozitiv, të thjeshtë dhe krijues. Karakteristikat e këtyre njerëzve janë shumë të larmishme. Ata janë me fat dhe përshtaten shumë mirë me ambientin që i rrethon. Gjithashtu janë të sigurt, të kujdesshëm, të rreqës dhe praktik. Njerëzit me sytë blu janë të zgjuar, paqësor dhe kanë qëndrueshmëri të fortë. Gjithashtu janë vëzhgues të mbrekët dhe shumë të rreqës. Njerëzit me sytë jeshil. Vetëm 2% e njerëzve i kanë sytë jeshil. Karakteristika kryesore e syve jeshil është inteligjenca. Njerëzit me këtë ngjyrë sysh janë kurioz dhe natyrisht të rreqës. Natyra e tyre enigmatike dhe xhelozia janë të metat e tyre. Sytë gri. Njerëzit me sy gri kanë lindur për të udhëhequr. Ata kanë personalitet të fortë, por janë të butë, mençuria, qetësia, pasioni dhe niveli i ulët i agresivitetit i dallon nga njerëzit e tjerë. Ata janë racional dhe ndonjëherë krijues. Sytë e shkruar. Zakonisht këta sy përbëhen nga hije të ndryshme, blu, jeshile dhe kafe. Sytë e shkruar shprehin elegancë. Njerëzit me këta sy janë shumë të ndjeshëm. Emocionet luajnë një rol të madh në jetën e tyre. Janë njerëz të mbrekët dhe të paparashikueshëm. Ngjyra e syrit është një tipar fenotipik poligjenik i përcaktuar nga 2 faktorë: pigmentimi i irisit të syrit dhe varësia nga frekuenca e shpërndarjes së dritës nga mediumi i trubullt në stromën e irisit. Tek njerëzit, pigmentimi i irisit varion nga kafe e hapur në të zezë, në varësi të përqendrimit të melaninës në epitelin e pigmentit të irisit, i vendosur në pjesën e pasme të irisit, përmbajtjes së melaninës brenda stromës së irisit, që ndodhet në pjesën e përparme të irisit, dhe dentësia qelizore e stromës. Shfaqja e syve blu dhe jeshil rezulton nga shpërndarja e dritës nga aty ndalë në stromë, një fenomen i ngjashëm me shpërndarjen e rayulehik që përbën qiellin blu. Pigmentet blu dhe jeshil nuk janë të pranishme në irisin e njeriut. Ky është një shembull i ngjyrës strukturore e cila varet nga kushtet e ndriçimit, veçanërisht për sytë me ngjyra të lehta. Sytë me ngjyra të ndezura të shumë llojeve të shpendëve vijnë nga prania e pigmenteve të tjera, të tilla si pteridinat, purinat dhe karotenoidet. Njerëzit dhe kafshët e tjera kanë shumë ndryshime fenotipike në ngjyrën e syve.